Të paktën 14 njerëz janë vrarë, përfshirë 6 fëmijë si pasojë një sulmi raketor rus në një zonë panimi në qytetin qendror të Ukrainës, Kryv i Ri të premten, njoftoi presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski. Ky është njëri prej sulmeve më vdekëpruese të Rusisë dhe Ukrainës këtë vit. Sulmi në qytetin e lindjes të Zelenskit, i cili ndodhi në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump po përpiqet të japë fund luftës, dëmtoi ndërtesat e banimit dhe shkaktoi zjarr, tha guvernatori rajonal Serhii Lysak. Trupat të vdekurve dhe të plagosurve mund të shihet të shtrirë në trotuare dhe video të paverifikuara që po qarkullonin në Telegram. Të paktën 50 persona u plagosën në këtë sulm, thanë shërbimet e emergjencës, duke shtuar se numri mund të rritet. Më shumë se 30 për tyre, përfshirë një foshnjë 3 muajshe, janë dërguar në spital, tha Lysak. Zelenski tha se operacionet për shpëtim janë duke vazhduar, do bën thirrje vendeve perëndimore të ushtrojnë më shumë trysni ndaj Moskës. Shtetet e Bashkuara thanë javën e kaluar se ishin pajtuar me Rusinë dhe Ukrainën për ndaljen e sulmeve ndaj infrastrukturës energjetike të njëra tjetrës. Megjithatë, dyja palët e kanë akuzuar njëra tjetrën për shkelje të marrëveshjes. Kievi thotë se kishte rënë dakord më parë për një propozim të SBA-s për një armpushim të plotë dhe të pakushtëzuar për 30 ditësh, por Rusia e kishte refuzuar një hap të tillë në bisedime të veçanta me zyrtarët amerikan.